Përshëndetje. Sot organizojmë takimin e radhës të mbledhjes Këshillit Bashkiak. Do ta fillojmë me rendin e ditës, si dhe me miratimin e saj, njëkohësisht edhe mbi dy takimet që do të organizohen me datë 10 dhe me datë 27-28 mars. Atëherë të nderuar këshilltarë, mbështetur në nenin 53.2 dhe 4, nenin 56.2, shkronja A e ligjit, numër 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, i ndryshuar në nenin 56, 57 dhe 58 të rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak Mirdit. Njoftojmë takimin e radhës me këtë renditje. 1. Për i vendimi numër 770 fraksioni i kryetarit bashkisë për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 01-31 janar 26 Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 2, numër 771 fraksioni për i kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimin e ndihmës ekonomike për blok ndihmën me fonde bashkie për periudhën 01-31 janar Bashkia Mirdit 2026. Për i vendimi numër 3, numër 29 fraksion 2 i kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 4, numër 502 fraksion 2 i kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 5, për i vendimi numër 58, 582 pra fraksion 2 prot i kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 6, 637 fraksion 1 prot i kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 7, numër 639 fraksion 2 i kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 8, numër 629 fraksion 1 kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 9, numër 753 fraksion 1 kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 10, numër 756 fraksion 1 kryetarit bashkisë për përdorim fond rezervë Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 11, numër 820 prot i kryetarit bashkisë për miratimin e anekseve të monitorimit buxhetit të vitit 2025 Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 12, numër 821 fraksion 1 prot i kryetarit bashkisë për miratimin e tabelave të situacioneve financiare të Bashkisë Mirdit deri me datën 31/12/2025 Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 13, numër 803 fraksion 1 i kryetarit bashkisë për miratimin e aktmarrëveshjes të bashkëpunimit me numër 3726 prot datë 16/9 ndërmjet Gizit dhe Bashkisë Mirdit për zbatimin e programit të mbështetjes të të rive në turizëm, bujqësi e blegtori. Për i vendimi numër 14, analiza realizimit të shpenzimeve të ardhurave buxhetit 2025 Bashkia Mirdit. Për i vendimi numër 15, numër 452 fraksion 1 kryetarit bashkisë për miratimin e pozicionimit për dhënien me kontratë qiraje të fondit pyjor kullosor në administrimin e Bashkisë Mirdit në funksion të ushtrimit të vrimtarisë së parashikimit në legjislacionit në fuqi, kullodha dhe livade për vitin kalendarik 2026. Për i vendimi numër 16, numër 870 fraksion 1 kryetarit bashkisë për miratimin e përditësimit të inventarizimit për pasuri pyjore dhe kullotore, aktualisht në pronësi Bashkia për përdorim të Bashkisë Mirdit, lidhur me kërkesën e radio-televizorit shqiptar për heqje nga inventari i Bashkisë së Pasurisë Trull, ku prej vitesh gjenden të instaluara stacionet televizive.
Projekt vendimi numër 17, numër 871 fraksioni kryetarit bashkisë për miratimin e përditësimit, të inventarizimit dhe të pasurive pyjore dhe kullotore, aktualisht në pronësi të bashkisë Mirdit lidhur me kërkesën e shtetasit Gjon Du Karagjozi për heqjen nga inventari i bashkisë së pasurive toka bujqësore dhe tokë pyll. Si pronë i këtij shtetësi me vendimin numër 835 datë 03/07/24 të gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Faleminderit, këto ishin pikat e rendit të ditës. Para se të hedhëm votim, themon dhe përshëndetje të gjithëve. Duke ju kërkuar ndjes për mos pjesëmarrjen e plotë të grupit. Të gjithë këshilltarët kanë angazhime dhe kanë justifikime të cilët, siç mi kanë paraqitmuar sekretari i grupit, mendoj që vjen edhe nga një arsye që unë kam pas bërë një kërkesë në emër të grupit në 2024 që mbledhjet e këshillit bëhen javën e parafundit të muajit. Sepse shumë institucione të cilët kanë punonjës, të cilët janë edhe këshilltarë, por që merren edhe me dërgimin e letrave në institucionet që jina në varësi të atyre, janë të detyruar për të shkuar. Pra, disa prej tyre janë të justifikuese ose me blloku ndërmarrjet e tyre ose mos merren mbledhjen e këshillit. Kështu që e mirë është që mbledhjet e këshillit i bëjmë javën e parafundit të muajit. Pra caktohet një ditë dhe çdo ditë të javës parafundit, kurdo që i bie si datë, bëhet mbledhja e këshillit. Pra këtë unë kam kërkuar në 2024 dhe s'është bërë asnjëherë. Njëkohësisht unë isha në rubrik sepse kam një avari dhe kam gjysmën e qytetit pa ujë, që ka ndodhur një dëmtim i linjës kryesore dhe unë erdha, më thënë drejtën, për të kaluar ndimin ekonomike. Tu tre projekt vendime tuan 13 vota, kështu që i fusim kot në rendin e ditës. Pra pika 15, 16, 17 janë me 13 vota që tu t'jenë pro. Jo pjesëmarrje, po 13 vota t'jenë pro. Kështu që unë do ju propozosha që të kalojmë ndimin ekonomike dhe caktoni një ditë tjetër në fillimin e muajit që bëjmë mbledhjen e këshillit, edhe pjesëmarrja të jetë më. Tani unë kam drejt me dhënë një propozim, me bëj një propozim, ju mos jeni dakord. Por unë si të mjafton ndihma ekonomike, unë jam i detyruar të shkoj sepse kam gjysmën e qytetit pa ujë. Kështu që edhe aty s'u shkopon me marrë ndihmën financiare një muaj me vonesë. Ato rëndësi ka ta kenë sigurt për ta marrë. Nuk mendoj se është një dëm që ato ndihma financiare japim një muaj me vonesë. Kam të keni vëllëta ti marrë punë. Asnjë s'është pa bukë. Tani këtë mendim kisha. Faleminderit. Si të mjafton ndihma ekonomike, jam i detyruar të shkoj ke puna. Sepse se lejtë pa ujë qytetin, sot duhet ta bëjt efektin se s'ban. Atëherë. Po. Përshëndetje të gjithëve. Unë mendoj që jo vetëm ndihma ekonomike, por në gjitha rastet Nikolin do të gjejmë mënyrën për t'i kaluar, sepse nuk janë ca raste që janë sa për t'i kaluar, por janë raste halli. Gjithë. Nuk na merr shumë kohë për t'i kaluar. Pjesa tjetër janë plotësisht dakord, zgjat korumi, okay, le të rrim pa kaluar. Atëherë, ta kalojmë propozimin e Nikolinit. Lutem. Tani unë thash që mbledhjet mujore të bëhen javën e parafundit. Okej. Nuk thash që këtë mbledhje që ndërpresim pas një mes ta bëjmë javën e parë të marsit. Se lidha fare me Që do të thotë, lutem më janë. Që do të thotë, atyre u shtyt një javë ose 10 ditë. Që s'është kiameti. A do e kryjmë sot? Nuk besoj se kena pa bukë me ju dhënë ato ndihma. Ato janë ndihmë, janë me ju plotësu një boshllëk të vogël aty se me aq ndihma kërkes nuk bëjmë rahat. Atëherë ata jepim votim propozimin e Nikolinit. Atëherë. Duhet i marrëveshje sepse Nikolini hik edhe Ngel vetëm Jo. Po kam një propozim të ndërmjetën, nëse presionin. Tash, unë jam datë një minutë. Pa një propozim. 3 pika. Të bim, të heqim 3 pikat e fundit e vazhdojmë. Nuk merrem ato. merremi me tjerat. Është fondet e rezervë, pasi gjon tjetër person. Për sa fondet e rezervë. Fondët rezervë janë
Sepse edhe Komisioni Ekonomisë nuk ka mbledh. A jenë të Komisioni Ekonomisë? A jeni mbledh? Po sa mirë po, s'ka qenë kurum. S'ka qenë kurum, keni qenë 3. Jo kanë qenë atë të... Atëherë pa një propozit të ndërmjetëm, që se më rikon profesori, për arsye të afateve të Ministrisë Financave. Përveç ndihmës ekonomike të kalojë, me atyrin e aneksit më të buxhetit dhe me atyrin e tabelës situatës financiare, për arsye të Ministrisë Financave. Sepse këto nuk na hanë shumë kohë. Të dyja për afate ligjore, që mbyllet muaj, jam dakord. Po jo se ne shtym një javë, jo dhanë një me për mbledhje të afërta, para das 14 mars me mbledhje tjetër. Dakor, të dy pika. Dakor, qose mund të financë. Ndërsa analizën vjetore, edhe do i shtyp për mbledhjen e radhës. Dakor. Dakor? Atëre. Të çeskan në afat. Atëre. Gjithsesi, profesor Edhe Nikolini. pikën 13 të Gizit, atë marrëveshjen, pse mos ta kaloj? E kaloj. Ta kaloj? Kisha një kështu të kjo pika Të 13-ën? për të marrëveshjen. Pika 13. Pika 13 herë thot bashkëngjitur lista e fituesve, nuk ishte bashkëngjita si gjë. E ka të shkruajtur në bashkëngjitur lista e fituesve. E ka të shkruajtur. Përveç asaj, domethënë Draft kontrata me përfituesit para prag në Bashkinë Mirdit dhe nuk është nuk ka ardhur mua, ndoshta ju ka ardhur ju. tani ne do miratojmë një marrëveshje që është në muajin shtator me 19/9, ndërkohë që është zbatu pothuajse 80% e kësaj marrëveshje. Pra janë shpallë edhe Fituesit janë shpallë. Këtu bie roli i Këshillit. Që do të thotë ne jemi të miratu diçka që është zbatu tashmë dhe është e kot. Nëse miratojnë marrëveshja në Këshill, pastaj fillojnë procedurat e tjera, ne marrojnë gjithë procedurat, pastaj kalojnë. Ata janë të prit lekt. Unë e di që janë fazën që presin lekt. Po? Sa është të thonë? Tani ju lutem. Një sekond. Tani, a bim dakord me propozimin e Nikolinit apo ta zosim kot? Ky tha profesori 3-4 pika ti kalojmë edhe kalojmë 4 pika se ne ky ka punën ne kena punë, sigur kanë pas punë këtë, po kena gjetur Marrëveshje derës, pasa probleme ajo. kalojmë ndihmën ekonomike. Cina marrëveshje ka probleme? E Gizit ka probleme? E Gizit, sepse i ke shpallë fituesit dhe sot na sjell marrëveshjen për ta miratuar në Këshill. Pra ajo është që kanë afat. Që kanë afat e gjorë. Okej, atëre. 1, 2, 3, 4. Ai kishte mbushur atë një sport të fundimit. Mund të thotë se keni dhënë. Jemi qëtëruar sepse në falë nuk kemi koruar. Duhet 13 vota, ne kemi një qytetar prezant. Duhet 3 pjesët e vota. Kush ishte zonja Gosper? Profesor se radio televizion. Atëre, a jeni dakord që të kalojmë këto 4 pika që vendosen? Kush është dakord? Ndihmën dhe një mbjet. Po pra 4 pikat pra. Radio televizionin se kalojmë dot ne edhe radio televizionin mos diri Mongo Tirana kjo. Tash edhe për respekt. Gerta, do 13 vota Ja, as do na më ofal. Gjitha projekt vendimi që janë Ne pagujmë, ne pagujmë. A do në 13? A mund të vazhdojmë pra? A mund të vazhdojmë? Unë jam përgjegjësia e sektorit të regjistrimit të pronave dhe vi flas aspektin ligjor do të kërkesës që kemi bërë ne. Se çfarë paguan ti, siç e paguan ti, e paguajnë lorë. Lutem shkon ti e paragjykuar, atëherë pse Morin këta. 11 ta, 11. Do ta konkludojmë radhën tjetër, mos do t'ju lutem shumë. Po, profesor, lutem, kot sa po diskutojmë, kur na vije radha do ta diskutojmë dhe atë pikë të rendititës. Atëre,
Kalojmë me pikën e parë rendit ditës. Për miratimi... Po, pa tjetër. Faleminderit. Atëherë, projekt vendimi numër 11/13/02/26 për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar blok ndihma me fond 6% janar 26. Kush është dakord? Abstenim kundër s'ka. Një sekund. Të kalojmë me rendin e ditës më mirë. Projekt vendimi numër 2 për miratimin e ndihmës ekonomike me blok ndihmën me fonde bashkie për periudhën 01-31 janar 2026. Kush është pro? Gerta, të lutem. Abstenim kundër? Miratohet. Projekt vendimi numër 11 për miratimin e anekset të monitorimit buxhetit 2025. Kush është dakord? Se, pa diskutim fare të hedhim votim në këtë, pa kjo është një ndër pikat më të rëndësishme të rendit ditës. Për miratimin e tabelave të situacioneve... I diskutojmë Facebook. Po? Aty, shiko. Minim se ato janë gjana. Kjo është diçka që ka frikëruar, më dy datë. Po, që ajo është. Ti bëjmë analizën dhe ja kalojmë. Është të thjeshtë kjo. Unë rëndë dakord që të kalojë praktikë, po jo ne kalojmë. Do të diskutojmë. Ajo ka shumë se po shkruaj. Po, është ashtu. Është analiza Kur të djeri, çdo gjë, ç'është kemi bashkëlidhur analizën. Ajo është bashkëlidhur. Po, e ke dërguar me email. Po pra, po, ajo analizë thot. Pagat janë realizuar 90%, kështu që është okay, normale, thot investimet nuk janë realizuar as të 50%. Kështu që pse nuk është objekt për analizë ky se investimet e vitit 2025 janë të 50% dhe nuk janë të realizuar, ne ta kalojmë se do të shkojë për efekt ligjor. Një ujësiellës 49 milion lekë vjetra kulme fond ka përmirësu jetën e furnizimit me ujë në qytetin tonë, si ishte 50 milion lekë investim. Ujësiellës, po është ujësiellës kulme fond, nuk e di asun tash se du ta kesh po, përderisa jeni ato e votu. Fond. Nisë se e gjej. Vlerë e automjete 14 milion lekë. Po, 4 milion? Ja dy. Po 4 milion e 900 sa janë të reja? Po 4 milion e 900 janë 50 milion. 4 milion. Jo 50 milion të vjetra. 4 milion e 900. Kështu që ujë. Vlerë e automjete 14 milion. Vlerë e mjet transporti pyjore 36 milion. Sa e ka rrit performancën e pyjores? Vlerë e automjete transporti pyjore 36 milion. Vlerë 3 milion e 670 e 956, se më delë si që ne janë e mu. Vlerë e rull dhe kamionqin 39 milion. Automjete për emergjenca civile 56 milion. Për zotën së mdull koha me i botë totalin se erdha me vonesë. Pastaj, për pyjorja thot, ka realizimin e investimeve më t'ulta për 2025. As 50% nuk e keni arrit investime, Mielje, Fidan, ku diun. Unë jetoj në pyllur, në fshat. Iku dhe kjo. Tash ja ti votojmë, po i votojmë. Vlerë e kompjuterike 9 milion, vlerë e kompjuterike 8 milion tër vjetra. Vlerë e kompjutera është 3 milion, vlerë e pajisje arsimore 2 milion kompjutera, vlerë e kompjutera 4 milion e 500 vjetra, pajisje kompjuterit 31 milion lek kompjutera. A i kalon e majta në kompjuter shtu, a i keni marrë krejt me vete. Se punëtorët i keni lanë, kompjuterat a i keni lanë kun. Kështu që
Nuk e di. Kisha edhe një pyetje tjetër drejtuar. Janë akuza për të majtë nga për të djasë. Për ju, mërë se si ju s'janë këta, se kupton, sikur nuk është Sali Berisha, Ajdi Roma, se si ju janë këta. Që që funksioni ju është zerën që Këshilli Bashkiak. Të gjitha pajisjet unë i kam marrë i blerë verë, nuk mi ka të kush ke silës. Tashi, unë e këtë parë, se unë sot në gjese Printer, Jo, kalu një ndoqi. Dhe kisha një pyetje të drejt për drejt. A ka sot në momentin që flasim Bashkia Mirdit punonjës sezonal? Sepse ka njës një praktike punonjësve 3 mujor. Fut 3 mujor në punë, qitë prej pune, përc. A ka në momente që flasim punonjës sezonal Bashkia Mirdit? Edhe ka që ndash të një ndash unë se votoj shnet. Tani, lidhur me pyetjen. Mirë, përshëndetje. Përshëndetje. Kryetari i Bashkisë sot ka munguar se është në mbledhjen e kryetarëve të Bashkive të Shqipërisë. Kështu që jam prezent në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm, i nderuar kryetarë, nderuar anëtar, Këshilli Bashkiak. Lidhur me pyetjen, aktualisht ne nuk kemi punës sezonal. Sepse punës sezonal janë përcaktuar dhe në shpallën përkatëse e cila publikohet në webin e Bashkisë, pasi është miratuar nga pjesa juaj para buxhetit. Punonjës me kontrata 3 mujore. Punonjës që kanë kontrata 3 mujore. Jo, aktualisht ne nuk kemi. Ne pak para Të cilët i kemi emërtuar punës sezonal. Ne pak para unë ta kursisht të kalojmë këto kategoria, pastaj na ndryshojmë. Jo, lidhur me pyetjen e kam. Lidhur me pyetjen. Tjera? Asnjë problem. Ne kemi detyrë, kryetari i Bashkisë së Kreve Ekzekutivit ka detyrë të sjellë para jush për vendimet, ju keni detyrën tuaj, ti analizoni dhe ti meratoni. Ose jo. Se ta kanë vazhduar punime, marrëdhënie me bizneset. Në këtë investimet banku, kreditë që është nëse doni të morë të Tani, a ishte çështja e falit për shtetërit. Një gjë Një minutë, do t'ju lutem. Një gjë, Loni, një sekund. Besoj që ram... Loni, të lutem, ne vendosëm parimisht që në fillim që pikën 1 maj dhe 2 maj t'i kalojmë. T'i kalojmë shërtim, jo t'i kalojmë me kështu. Në shërtim pra, për bisedojmë. Njove, se që keni në i pyetjet pa qartë mund t'a bani, stafi Bashkisë është këtu. Për pyetjen e përgjithshme, nëse keni pyetje tjera, kemi të gjithë pjesa administratës drejtuese. Po nuk ka tabela. Jo, është tabela e emaili. Është emaili. I keni gjitha pikat aty me tabela, me gjitha gjonat janë krejt sakta, i keni një mail. Kush është dakord tjera? Abstenim 2. Miratohet. Kalojmë me pikën 12 të rendit ditës për miratimin e tabelave të situacioneve financiare të Bashkisë Mirdit deri në datën 31/12/25. Sa vota në Europë dhe ku i gjetër? Sandri? Më ishim Pros. Proç. Po ka tani. Sandri, Sandri një. Sandri një. Beni. Marian. Janë rreth. Pesën e Sandri Gjatë. Dy absenim, ju dy. Edhe ky mori pjesë në tim. Ka dhënë puna pjesë për ti. Po pra. 65. 7 ky morë atë. Gjatë më fal. Jo më fal, Atëherë me pikën 12 të rendit ditës, tabela e situacionit. po lexoj. Për miratimin e tabelave të situatës financiare. Bashkia Mirdit. A ke lexuar ti gjë? Të fol pra? Po, s'ka. Mundem një sekond, diçka shumë të shpejt.
Plani thotë është I pa arritur në gjitha tabelat që shoh që kam pa, që kam hedhur një sy, është I pa arritur si plan. Kjo tregon, thot, ose aktivitet ekonomik që nuk lulëzon, dhe ne e dim shumë mirë që ne në mirëditë nuk lulëzon aktiviteti ekonomik, mbledhja e taksave jo efikase dhe planifikimi fryrë fillestar, këtë kam pa unë, ke planifikimin e fryrë fillestar dhe mbledhjen e taksave jo efikase. Pse nuk mblidhen taksat në këtë vend? Pse nuk mblidhen taksat mirëditë? Në fillim kemi diskutuar një procedurë, një manovër që çdo biznesi që pagun taksën me I vu një kështu jeshile, sepse në mirëditë nuk mblidhen